Përshëndetje, jemi bashkë në realizimin e këtij podcasti në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare ProPis për të eksploruar rolin e grave gazetare gjatë kohës luftës. Do të flasim në këtë podcast me Gjeraqina Tuhinën, aktualisht gazetare në radio televizionin publik të Kosovës, që ka nisur karrierën e saj pikërisht para luftës dhe ka raportuar nga Kosova gjatë luftës. Zonja Tuina, kënaqësi e madhe që mund të flasim bashkë në këtë podcast. Kënaqësia është ime, është hera parë që po flasim për një periudhë që ka kaluar një qerek shekull. Faleminderit shumë për kohën, për një gjeneratë të re të atyre që mund të na shikojnë në këtë podcast, një prezantim në formë të asaj se kur dhe si keni filluar punën si gazetare, pra në vitet 90 apo jo, në rrethana shumë të vështira në cilën ndodhej Kosova. Po pikrisht, diku rreth vitit 1996, isha në vitin e 2 të studimeve në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Unë i takoj gjeneratës së 90-tave ku edhe shkollimin e kemi kaluar në për shtëpi private. Fakultetin e kam përfunduar pa e pas njëherë gjykatorën. Ka qenë ide imja që të bëhem si babi im, mirë po, në një moment të caktuar bi në kontakt me gazetarët e atëhershëm të Javorës Koha dhe filloj kadale të bie në dashuri me gazetarin. Mu dha rasti nëpërmjet të një kursi që e kishte organizuar Koha, kursi shkurt të gazetarie, sepse ishte në fillet e ides që të formohet një gazetë ditore, e cila sot njihet si Koha ditore, dhe aty mu dha rasti që të hyj në kohë javore fillimisht, më pas në kohë ditore, ishte viti 96, 97 vetëm nisi Koha ditore, dhe më pas me intensifikimin e krizës në Kosovë, me rrezikun real se konflikti po filluan edhe oferta të reja, dhe paralelisht punoja si në kohë, ashtu edhe në Radion Evropa e Lirë, në atë që quaj gjuhët e slavëve të jugut, që sot është gjuha sërbe apo kroate, apo edhe bosnjake. Ku raportoja rregullisht për radio dhe paralelisht ishte një punë paralele ku ushqeheshin të dy mediumet. Për mua personalisht Koha ma ka hap derën e gazetarisë, është dashuria ime e parë, por Evropa e Lirë është diçka ku kam investuar shumë, edhe shpirtnisht, edhe profesionalisht, për gati 30 vite, sepse tregimi përfundoi tani me një vendim të administratës amerikane. Sido që të jetë, raportimi në atë kohë nuk ka qenë i lehtë, ka qenë shumë sfidues, sepse thjesht ishim gazetar që ram në zjarr pa ndonjë trajtim paraprak, ndonse në kohra lufte shumë diskutabile sa të ndihmon ai trajnim. E vetmja gjë që është me rëndësi është të jesh i sinqert, jo domosdoshmërisht i balansuar në raportim. Kur them jo domosdoshmërisht i balansuar, kemi të bëjmë për shembull në rastin e Kosovës me masakra, me krime të jashtëzakonshme që kanë ndodhur, profesioni yt kërkon që ti prezantosh qëndrimet e të dyja palëve. Mirë po, gazetari i vërtet është ai edhe i cili tregon të vërtetën. Kjo është ajo teoria se nëse ki nevojë që ti prezantosh dy palët, një palë thotë se është sot ditë me diell, pala tjetër thotë se bie shi, ti si gazetare hap dritarën edhe tregon se në të vërtetë çfarë moti është jashtë. E njëjta ishte edhe në rastin e Kosovës, pjesë më rënduese për neve që punonin në atë kohë ishte se ishim pjesë e njërës palë. Emocionalisht ka qenë barë etnikisht, pra etnikisht, në njërën anë të konfliktit. Ishte domosdoshme që megjithatë edhe në ato momente të tregosh profesionalizmin. Në këtë kuptim e them se ai trajnimi si i tillë jo gjithmonë të shërben në rast kur të duhet gjithsesi. Sido që tjetë mendoj se i kam takuar një gjenerate bashkë me shumë kolegë të mi të cilët vërtet e kemi bërë një punë të madhe. Sot shumë nga ne punojmë, akoma kemi karriera të suksesshme në fushën e medjave, në komunikim, sepse e kemi dëshmuar se edhe në ato momente sfiduese kemi dëshmuar profesionalizmin, ndërsa emocionet i kemi lënë më pas kur kemi shkuar në shtëpi. Por në nisje e karrierës, me njëherë pra pas një kohë me luftë, pra me një konflikt të armatosur, shumë të vështirë,
me sulme, me bombardime, me vrasje. Dhe diskutimi në këtë podcast fokusohet tek ideja të qenerit gruave stare në këtë periudhë kaq të vështirë. Si ka qenë për ty një vajzë e re në vitet e 90-ta të jesh grua reportere gazetare, si ka qenë trajtimin nga burimet, me cilat është dashur të flitet në terren, nga autoritetet kur është dashur të flitet me to, si ka qenë trajtimi ndaj një gazetare grua? Madje edhe nga forcat policore dhe punktet policore që ishin në terren, dërgimi i gazetarës grua në terren nënkupton të ndoshta një lloj sigurie, sepse megjithatë, në një mënyrë tjetrën ishte një lloj konsiderate ndaj gjinisë femrore. Ndoshta një kolegi imi, po të ndalohej në punktin policor, do të përjetonte ndonjë torturë pak më të madhe në krahasim me një femër. Ana tjetër është ajo pjesa e empatisë që e përçon një gazetare gjatë bisedës me një viktim potenciale. Femrat, nënat që ishin viktima dëshmitare të krimeve në atë kohë, ndoshta më me lehtësi do e tregonin tregimin e tyre ndaj një gazetare femër, sesa ndaj një gazetari mashkull. Mirë po, dhe këtu e kemi atë rolin e ndasive gjinore, sepse edhe në atë rast, ajo grua do të duhet të merrte lejen nga bashkëshorti i saj, nëse duhet të flet apo jo. Ishte një kontekst krejt tjetër kulturor. Megjithatë po flasim për shekullin e kaluar. Sidoqoftë ishte fundi i shekullit të kaluar, por një kontekst krejt tjetër kulturor ku femra kishte një pozitë krejt tjetër. Më kujtohet gjatë bisedave që kishim me familjarë të ndryshëm në fshatrat e Drenicës, gjithmonë nis me një spontanitet, me një bisedë pak më relaksuese para se të niste pjesa formale e intervistimit, edhe kam pasur rastin kur një kryeplak i një familje thotë se i ka 3 fëmijë. Ai kishte 7 fëmijë, por i kishte 4 vajza. Ishte ky kontekst kulturor në për fshatrat e Kosovës, mbase edhe në tër Ballkanin, ndoshta jo vetëm në Ballkan, ku gjinia femrore nuk është se trajtohej njëjtë. Por në rastin tim, me që nëpërmjet Evropës lirë, në atë kohë të gjithë dinin e flisnin gjuhën sërbe, në rastin tim ishte pak më lehtë, sepse këta njerëz e dinin zërin tim, ishte rasti që të shohin ftyrën, t'ja bashkangjitnin atij zëri. Po edhe në këtë kuptim, edhe kur mirësha ndonjë fjalë miradije nga kryepleqërit, edhe aty kishte diskriminim gjinor, sepse më quanin shumë burnore, për shembull. Me ta hek kryt, 7 burra dalin prej teje qika jeme. Ai person ka menduar që më ka dhënë fjalë shumë të mëdha për mu, po kjo edhe dëshmon atë qasjen ndryshe gjinore që ka dominuar në fundin e shekullit 20. Edhe natyrisht rrethanat kanë ndryshuar shumë edhe perceptimi që the kulturor, por ka pasur rastura në fakt kur je nder e diskriminuar në kuptim pikërisht të realizimit të një storie, e diskriminuar për shkak të gjinisë që një palë ka refuzuar të jap informacion. Ty i ka dhënë një gazetari burr. Patjetër, nëse kemi qenë disa kolegë, sidomos mashkujt, nuk të kanë llogarit. Kam folur me kolegët e mi, unë ishim hala në atë periudhën kur mbanim ato audio incizusit të mëdhej, diktafonët me audio kaseta, kot ishte mikrofoni im, jo, nuk e regjistronin as pak, sepse burrat janë ata që dinë, që të ta përçojnë, po si. Mirë po është shumë interesant se këto gjëra tani mund të analizohen nga ky këndvështrim kohor, nga ky percepcion. Atëherë gati ishte e natyrshme, sepse e tillë ka qenë shoqëria, i tillë ka qenë mentaliteti. Natyrisht, më shumë në pjesët rurale sa në qytet, natyrisht. Si ka qenë ideja e sigurisë personale, pra nuk di nëse ne kemi parë natyrisht dhe në atë kohë ka helmeta, ka pajisje mbrojtëse që janë përdorur, ndoshta nuk janë të nivelit të ditëve të sotme, por sidomos dallimi mbase edhe me gazetarët e huaj. Po prapë edhe këtu nëse mund të është një aspekt gjinor, sa vështirë, pra si është ruajtur siguria jote e grave tjera që kanë shkuar në frontin e luftës për të raportuar. Gjë e fundit ka qenë ta mendosh për sigurinë, ka qenë një mision që ti të raportosh se çfarë po ndodh.
atë ka shku mendja, do të kthesh në shtëpi, po patjetër. Po ajo s'ka qenë pengesë që ti me shku. Ideja ka qenë me shku, me raportu, sepse të gjithë ne në atë kohë kemi përjetuar si mision personal atë çfarë po ndodh. Po, a i kemi lakmuar gazetarët e huaj me automjetet të blinduara, me jelekat antiplum, me helmetat, po, sepse vetëm i kishim pa në për televizion. Ne ishim ndonjëherë me një laps, me një letër, edhe kemi kryer punën gati njëjtë si kur ata, por ata ishin më shumë të modernizuar se sa ne. Si që thash, neve gazetaria profesioni na zuri në një moment jo të befasishëm në kuptim politik, po në kuptim të përsosmërisë tonë profesionale. S'kemi pas ne kohë me u marrë me këto gjëra, sepse shpejt ishte një gjenerate e re të cilën e prodhoi shtëpia koha, e cila e mësoj zanatin duke punuar, learning by doing, e jo me ndonjë trajnim serioz para prak, sepse realisht nuk ishte kohë. Dhe mësimi ishte me luftëra. Thjesht me luftë. Me më të vështirën që mund ta mësosh profesionin. Me më të vështirën që mund ta mësosh profesionin, e kishe redaktorin apo e kishe kolegun, ka pas shumë raste kur me që atëherë nuk ishte dhe telefona mobil, funksiononin vetëm në Prishtinë, atje në për teren jo. Ktheheshim në shtëpi, e përgatitnim një raport, jo rallë, e thirrnim njëri tjetrin, t'ja lexonim raportin për me tregu mos ja kom tepru dikun në kuptim emocional, në ndonjë lëshim profesional, po ka ekzistuar ai kolegjialitet kur i kemi besuar njëri tjetrit, gjithnjë duke tentuar që emocionet e të qenurit pjesë e një pale në kuptim etnik mos të dominojnë në atë raportim me që kishim barë dhe në përgjegjësi shumë serioze profesionale. Si ka qenë solidariteti ndërmjet gazetarëve këtë herë, le të themi, pra të një etnie, sepse supozoj që natyrisht për shkak të luftës ka qenë vështirë që të ketë edhe një lloj bashkëpunimi ndërmjet dy etnive, ka pasur bashkëpunim besoj të dyja palë me gazetarët ndërkombëtar. Por më intereson brenda gazetarëve të komunitetit shqiptar dhe brenda grave gazetare, të tjera, gra gazetare që kanë raportuar, Elida Ramadanit, të tjera që gazetare, fiksere që kanë ndihmuar, edhe gazetarë ndërkombëtar, si ka qenë? Ka pasur konkurrencë, a ka pasur tentim për ekskluzive, apo ka pasur një solidaritet për punuar bashkë? Solidariteti ka qenë i jashtëzakonshëm. Unë kam qenë e re, 21 vjeçe kur nisi gjithçka në jetën tonë, si shoqëri edhe në jetën time profesionale. Jo rallë, jo më gjendur e humbur, duke mos ditë si të orientohem në një situatë të caktuar, gjithmonë ka ekzistuar një solidaritet i madh. Madje edhe nga kolegët kosovar mashkuj. Ndoshta ka qenë ajo simpatia e tyre që kishin më shumë përvojë ndaj neve të rinjve, të cilët ishim me më pak përvojë apo as pak përvojë, por jo, solidariteti ka qenë vërtet në nivel, ne si komunitet, e më pas edhe me gazetarët tjerë që vinin nga shtetet e huaja. Kur jemi te gazetarët serb, më duhet të them se ka ekzistuar edhe komunikimi edhe bashkëpunimi gazetarët që vinin nga Serbia. Nga ato media që trajtoheshin si të pavarura përfshirë të bëjnë edhe të dyshin të asaj kohe, jo bëjnë edhe të dyshi i kësaj kohe, të cilët komunikimin e kishin më shumë me gazetarët kosovar lokal se me gazetarët serb lokal, sepse dhe ata insistonin që t'i kenin të dyja palët. Ndonjëherë mendoj se komunikimi ka qenë më normal të them kushtimisht në atë periudhë me gazetarët e Serbisë se sa sot. Edhe njohja jonë me zveti personale ka qenë më e afërt se sa që ekziston informacion sot në Serbi apo në Kosovë rreth kolegëve në anën tjetër të kufirit. Nëse mund të them edhe një herë, përmendë pak më herët tek terreni, nëse të qenurit grua gazetare ka shërbyer ndonjëherë si lehtësi për të marrë informacione, pra për të folur me njerëzit, e përmendë pak më herët, mbase gra që kanë qenë viktima të luftës, pra të shpërnguljes, e kanë pasur mbase më lehtë për të folur me dikë si ti. Po, për shkak të gjinisë, për shkak të ndjenjes së empatisë, ndryshe ka folur një grua viktim, një grua dëshmitare me një grua gazetare, se sa që do të folte me një mashkull gazetar, jo vetëm ndjenja personale, po do ta lejonte partneri, bashkëshorti, kunati atë që të flet
me një burr I cili vjen nga Prishtina, për shembull. Në këtë kuptim, po, gratë më me lehtësi kanë biseduar me gratë tjera. Burrat gjithashtu kanë biseduar me gratë tjera. Nuk është se nuk ka ndodhur që ndonjëherë të kesh dhe ndonjë koment të pakëndshëm, I cili në kontekst të sotëm kohor do të quaj harassment në kuptim klasik. Ngacmim. Po ja që atëherë ose I kemi injoruar, ose madje nuk ja u kemi ditur emrin këtij fenomeni, sepse se që thash ka qenë krejt tjetër kontekst. Perioda më e vështirë ka qenë e bombardimeve të NATO-s, apo jo? Për në fakt shumica e masakrave në Kosovë kanë ndodhur gjatë bombardimeve të NATO-s, janë shpërngulur shumë qytetarë nga Prishtina, ju keni vazhduar të qëndroni këtu në Prishtinë. Si ka qenë raportimi në atë kohë duke jetuar në Prishtinë dhe duke raportuar? Po, një periudhë, jo deri në fund, një periudhë kam qenë në Prishtinë. Në 23 mars 1999 përjashtohen të gjithë gazetarët e huaj nga Kosova. Vendoset nga regjimi Miloševićit ajo që quaj rrezikshmëri drejt për drejt e luftës, e që përfshinte edhe raportimin e gazetarëve. Gazetarët të cilët guxonin të raportonin në atë kohë ishin ose gazetarë të regjimit, ose një numër shumë I vogël I gazetarëve të huaj, të cilët kishin kusht që të merrnin akreditim special nga Ministria e Informacionit, përkatësisht nga ish-ministri sot presidenti serb Aleksandar Vučić, por raportimi I tyre do të duhet të ishte konform politikës zyrtare. Kalon të nëpër filtra të shtetit serb. Të shtetit serb. Ishte I vetmi kusht që një gazetar të merr atë akreditim. Prandaj ishte numri shumë I vogël I gazetarëve të huaj që kishin këtë akreditim, se tjerët nuk e kanë pranuar ta bëjnë këtë gjë. Si kanë qenë netët në Prishtinë? Si kanë qenë netët të raportimit dhe të jetës? 24 marsi I vitit 1999, Radio Evropa e Lirë kishte emisionin orën 6 dhe në orën 10. Nisën një emision special, sepse dihej që po nis bombardimi, e mbajnë me raportimin diku në orën 8:24 në mbrëmje, kur u dëgjua bomba e parë. Me ndihmën e babait tim I cili kishte një background ushtarak, ai supozonte se bomba ka rënë te aeroporti. Kur je brenda I mbyllur nuk mundesh të kesh shumë informacion. Por ka qenë jashtëzakonshëm mobilizimi shoqëror pas atij momenti kur e kanë dëgjuar raportimin tim natën e parë. Kanë filluar njerëz të marrin telefon fiks në shtëpi me më dhon informata se çka po ndodh nëpër fshatra. Njerëz të cilët nuk I kam njohur. Ka qenë rrezik edhe për verifikimin e atij informacioni. Duhej shumë me kujdes me kuptu se çka po ndodh, cilin informacion me bardh, cilin jo. Ka qenë momenti I kidnapimit e më pas gjetjes së kufomave të familjes së advokatit Bajram Kelmendi. Kam qenë ndër të parat që e kam lajmëru në gjuhën serbe. Mirë po, krejt këto edhe nxjerrin rreziqe për integritetin tim fizik, por edhe të familjes time. Që nga nata e parë filloi përndjekja nga përfaqësueste e sigurimit shtetëror serb, sepse une realisht duke qenë se Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë dhe Jugosllavia ishte në luftë, une po e shkelja ligjin të cilin e kishte imponuar një ditë më parë presidenti I atij shteti. Kisha përkrahen shumë të madhe të familjes që të vazhdoj të punoj. A ka qenë papjekuri në atë kohë për mua? Mbase po, por nuk kam qenë nën. Unë kam pas para vetës vetëm një mision që të raportoj për të vërtetën aq sa mundem, pa menduar se në çmas pa rrezikoj krejt familjen. Çka vendosën prindët e mi është që unë mos të flej më në shtëpi sepse ishte veç rrezik, ata vazhdonin të qëndronin në banesë në Prishtinë. Çdo mbrëmje babi im duhej me më çu në një lokacion tjetër, ku ne do ta kaloja natën dhe do vinte me marr në orën 9 mëngjes. Kishte raste kur disa familje nuk më pranonin, sepse nuk donin të rrezikonin veten për atë çfarë bëja unë. Çdo mbrëmje I përqafoja prind, duke mos ditë ako më I pa të nesërmen. Ka qenë një ditë kur është zvonu babi 2-3 minuta, edhe kom menduar që s'ko më I pa.
Kretë kjo ka zgjatë deri ka gjysma e muajit prill, kur mo ishte e pamundur të vazhdohej. Kom vazhdu me punu, po jo mo me zë. Ishte Institute for War and Peace Reporting në Angli, me cilin bashkëpunoja që nga viti 97, i cili ma ofroj platformën që une të shkruja ditar se çfarë po ndodh. Gjindej gjithmonë aty këtu ndonjë telefon fix, ku me telefon do e diktoja tekstin tim, sepse s'ka pas internet. Ata e gjironin ose shkruanin? Ata shkruanin drejt për së drejti. Ato tekste janë publikuar në për të gjitha gazetat evropiane, ndoshta edhe për tej. Por autori zi? Autori nuk dihej në atë kohë. Për shkak të sigurisë? Për shkak të sigurisë, akoma isha brenda. E kanë zbuluar autorin kur unë jem largu nga Kosova, kur kam dalë në Maqedoni, atëherë edhe kanë tregu. Se tërkohën për me mshef identitetin tem, i referoheshin me hi, me ai. Për të provuar me mbulu identitetin, e më në fund kur dola në Maqedoni, Ishe shi. Ai ishte ajo, dullën me emrin tim. Ka qenë interesant sepse shumë mediat se të kanë transmetuar tekstet e mia, kanë kërkuar tani ta shohin edhe fytyrën time. Ishte një televizion holandez, televizioni publik holandez, i cili më gjeti në Londër, duke kërku me pas intervistë, sepse thonin që çdo mbrëmje e kanë bërë një rikonstruim të tekstit tim, rreth asaj se çfarë po ndodh në Kosovë dhe se opinioni tani e meriton ta sheh fytyrën e personit i cili ka ushqyer me informacione deri në atë moment. Po aq ka qenë Kosova e mbyllur, saqë edhe qeveritë evropiane kishin nevojë për më shumë informacion. Pse dola tani këtu? Kur u dëgjua që dulëm një grup i gazetarëve edhe përfaqësuesve të shoqërisë civile nga Kosova, na thiri qeveria gjermane, e cila kishte presidencën e Bashkimit Evropian, atëherë ministri i jashtëm Joschka Fischer, në mramje e pas atij edhe ish ministri i jashtëm britanik Robin Cook kërkuan që ne të vim, t'i takojmë ata personalisht, t'ju tregojmë në të vërtetë se çfarë po ndodh, sa ata realisht nuk kishin informacion kishin nga inteligjenca e tyre, por jo edhe nga shoqëria civile. Ishte periudhë, sa kisha dalë, njëjta ditë që kom dalë në Maqedoni. Kur ishte kjo? Kjo ishte kohë të bombardimeve? Mesi i prillit. Okej, një muaj. Ma pak se një muaj. Dikush kishte dëgjuar që kom dalë në Maqedoni dhe më kanë gjetë dhe më thanë, hec shpejt në ambasadë të Britanisë. Tekstualisht vizën, akoma e kom diku në shtëpi, është me dorë shkruar. Me bombarder ushtarak na kanë dërguar fillimisht në Bonn e më pas edhe në Londër që të takojmë këta. Now, with me is the Kosovo-Albanian journalist Geracina Tuhina, who left Pristina on Friday. She'd been writing to the Institute for War and Peace, reporting. Welcome to the world today. You saw those reports of mass graves. Are people unaccounted for in these areas? Well, what I can say for sure is in Pagarusha Valley, for months and months there have been living refugees on the open. We can count a couple of thousands of them, maybe, probably more. Drenica as well used to be one of the traditional strongholds of KLA, but they are full of civilians, displaced persons who still live on the open, and the same thing happened in Malishevo. This is not the first time that there are claims about a possible existence of mass graves, but it is the first time that it is being claimed by the highest officials. Si ishte vazhdimi i raportimit pas largimit nga Kosova, përveç takimeve që i përmendëm, në sens të raportimit nga Maqedonia, pastaj nga Praga apo jo për Evropën e Lirë, dhe si ishte pasaj kontakti me ata që ishin ende në terren? E kom rujt deri vonë kontaktin me shumë nga tereni. Pas luftës madje kom njoftu shumë njerëz të cilët më kanë thirrë nga Drenica, nga fshatrat, siç tregova në fillim, që merrnin në telefon me më lajmëru. Po edhe nëse kam shku fizikisht në Prag, sepse realisht edhe unë kam qenë një nga refugjatët, një nga të deportuarit aty shtetit, por ja që e kisha ta quaj luksin të punoj për një medium të madh, cili ma ofroi që ka selin aty pranë. E ka selin të ma ofroj jetën, por vazhdova të punoj nga selia duke u thirrë në burime
të drejtë për drejta. Kronika më e vështirë për mua atë kohë ka qenë me përshkru vrasjen e Fehmi Aganit. Emocionalisht ka qenë shumë e rëndë, sepse ka qenë dikush që e kam respektu jashtëmase dhe mendoj që vrasja e tij ka qenë humbje shumë e madhe për ne si shoqëni. Se po ti ishte ai në Kosovën e pas luftës, shumë gjëra ndoshta do të ndodhin ndryshe. Evropa e Lirë ka qenë një medium falë të së cilit, madje edhe në konferencat për shtyp të NATO-s, është thënë se edhe shumë ushtarë sërb kanë dezertuar. Që nuk do ta shehen natyrisht në media tjera si informacion. As më pak të Serbisë. Aq më pak në Serbi, aq më pak në gjuhën serbe. Prandaj puna ka vazhduar njëjtë, veç se fizikisht kemi qenë tani të sigurt. Me familje? Pa familje. Prindemi kanë mbetë deri në momentin e fundit në Kosovë, vllau im ka mbetë në Maqedoni. Nuk kam ditë për disa javë, ai kam gjallë mo prind apo jo. U gjet një moment kur e kanë gjetë, ata e kanë kuptu nëpërmjet zërit tim radio se unë pas në lëviz në Prag. E kom thy amanetin e babës se më ka thonë mos të ndahemi. Kishte ai përvojë nga luftrat në Bosnë edhe në Kroaci, kur familjet ishin ndarë, kur jemi largu në dhe vllau, vetëm atë fjalë na ka thënë, mos u ndani, u ndam. Sepse realisht ashtu ishin rrethanat, u detyruam që të ndahemi. E gjetën ata një lloj telefoni që disi ta kontaktojnë Pragën, e disi dikush më tha se prind janë gjallë. Fatmirësisht e kam përjetu luftën, kanë mbetë gjallë, se sado që me pasoja me siguri, me trauma të veçanta, po traumat i kemi të gjithë mbase që sado pak kemi përjetuar këtë. Dhe puna më pas në Kosovë ka vazhdu... Kur e kthyer? Me njëherë. 11 qershor? Jo, po ka bëj, 12 qershor ka hyrë ato, 13 qershor, 14 ka qenë ditëlindja e babit, kemi qenë. Kishim drek festive, disa makarona që kishin me të rezerva prindve të mi në banes, dhe ajo ishte dreka jonë festive për kthimin ton edhe për ditëlindjen. Si ishte kthimi dhe si ishte puna pasaj në rrethanat të reja si gazetare? Shumë problematike emocionalisht. Shumë sepse me vite ke punuar në erën e barutit, në rrezikun e integritetit fizik, dhe tani po kthehesh dhe po raporton nga një konferencë thatë për shtyp. Kishte edhe situata dhe sfiduese. Këtë kur e përmenda konferenca për shtyp ishin ato konferenca të Ulmikut dhe të Këforit, që ishin të rregullta. Kishte situata shumë sfiduese dhe më vonë po... Sidomos në muajt e parë kanë vazhduar vrasje në fakt, edhe në Prishtinë. Kanë vazhduar vrasje, ka qenë një lloj anarkie, ka qenë shumë e vështirë më pas të raportosh në ato rrethana, kur nuk e ke prit një sjellje të tillë. Një diskutim që bëhet shumë rrallë, sidomos në Kosovë, është shëndeti mendor në përgjithësi, por në këtë rast tek gazetarët, sidomos tek ata pra që kanë përjetuar luftën, kanë raportuar për luftën, kanë parë skena të ndryshme. Si e ballafaquar vetë, a ke bartur atë barën e rëndimit emocional edhe pas përfundimit të luftës? Do me thonë, lufta ka përfunduar që 26 vjetë, unë jetoj në perëndim që 25 vjetë. Akoma kam traumë nëse më ndalë një polic perëndimor. E kam personalisht traumën e uniformës, më kap paniku. Edhe nuk mund të ballafaqohem. A kemi menduar atëherë për terapi mendore? Asnjëherë. Është e tmerrshme, siç thash edhe më herët, ne s'kemi menduar për integritetin ton fizik, lemo për pasojat. Kam pa me 10 kufoma në jetën time, e vetmja kufom e cila ishte rjedhoj e një vdekje natyrale ishte e babës tim. Të gjitha kufoma tjera kanë qenë kufoma, të cilat unë i kom pa me sytë e mi, kanë qenë kufoma pasoj e krimeve, masakrave, gjymtimeve, cilat një mendje normale njerëzore nuk mund të imagjinoj që mundet një njeri të bëjat.
nuk e haroj kufomën e një nëne e cila e kishte gjinin e prerë, e gjaku i gjinit të saj ishte në shishe pranë foshnjës, nuk e dija, i kishte 2 muaj. Apo viktimat e Reçakut me monstruozitetin e bërë ndaj një qenje njerëzore, ajo për mua akoma nuk mund, pavarësisht urrejtjes që mund dikush ta e përjetoj për një person tjetër apo për një komunitet tjetër, për mua është e paimagjinueshme çka ka mundur një njeri të bëj, një person, nëse mund të quhet ashtu. Dhe po, unë mund të pranoj shumë sinqerisht se i barti akoma traumat, e përmenda me qëllim se jetojmë perëndim, ku atje edhe sot një polic, një ushtar është simbol i sigurisë për ty, jo, akoma për mu jo, sepse e kam traumën e në fundit të 90-tave këtu në Kosovë. A tu të kërkuar ndihmë profesionale, edhe për gazetarët edhe në situata më të lehta, le të themi, që nuk janë luftë frontale? Gjithmonë, prandaj e inkurajoj secilin që sidomos kur ka drejt për së drejti kontakt me një krizë, jo domosdoshmërisht luftë, me njëherë të kërkohet ndihma profesionale e jo të bartën pasojat, siç është rasti konkret për shembull. E fundit, për këtë komunitet gazetarë të ri që keni nisur punën atë kohë, kontaktet që keni mbajtur, e që i mbajmë akoma. E që i mbani, pra, pas 26 vitesh, ka shumë emra, pra, Galentina Kraja, Nebicena të tjerë. Nebicena, Fisnik Abrashi, Ylber Bajraktari, Indjeri, Alban Bujari, e shumë Besim Abazi, Arber Vlahiu, e shumë të tjerë, Arbana Vidishiqi, nuk du nëse kam haru dikon. Elida Ramadani, Sulejman Klokoqi, që është legjend e të gjitha luftrave të ish Jugoslavisë. A mblidheni, a i kujtoni, a keni kontakt? Gjithmonë. A i këtheni raportimet, skenat? Gjenerata e kohës, unë gjithmonë e thomë, na nuk jemi kolegë, ne jemi familje. Familje jo e gjakut. Na ka mbet, kemi qenë fëmijë të ri të cilët na ka prodhu një kompani, një familje e cila ka pas një vizion, e dukeshim shumë jo serios kur dilim terren se ishim në fillim të 20-tave tona. Por ajo na ka bërë që të kemi një lidhje të veçantë dhe na jemi përtej shokëve, përtej kolegëve, ne jemi vërtet familje. Dhe gjithë keni pasur karrierat jashtëzakonshme, pasi që keni nisur në luftë. Faleminderit shumë, zonja Trina, ishte kënaqësi e veçantë. Faleminderit shumë.